Assalamu alaikum. Aikum të e maru, Allah të nërofës. Amin, Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salam wa sayyidina mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Është kënaqësi që gjendëm në mesin tuaj dhe ky djalor që të më tha dukesh mirë të hoxh. Thash është mirë kur shef ai që të don gjithmonë të je mirë. Por mashallah ju jeni gjithë tri, jeni ajka e xhamatit. Jeni amanetqartë të trastisë të davetit të thirrjes islame në Shqipëri. Allah ju lëshanu ju ka nëru, ju ka lartësu dhe ju ka dhënë këtë mirësi që ta mbartni për hir të Allahut dhe ju jeni ato që jeni pionerët e parë të kësaj rruge ose të këtij udhëtimi që Allah ju lëshanu ju ka nëru me te. Dhe këtu bashkohemi ne. Pra unë donë se general shumë e vjetër, por qasja juj, derti juj, koncerni juj, në i fjallë pa ja këpusim në aty që të merë në vesh ma mirë, në banë që të bashkohemi dhe të jemi në njëjtin tryez, ose rreth njëjtës sofrë, sofra e davetit. Ilirefenia, po një gëgja përshoj në mënyrë të hollësishme, sa gjëra rrethjesime, por kur fles për jetën e njeriut, të një personi, do ta keni qartë se nuk është qëllimi për të dalë pa personi si person. Por është qëllimi që dalim pa ajo që ne të gjithë po punojmë, po besojmë që duhet bëjmë, rrugtimi jon drejt asaj që është lartësimi i muslimanit në këtë botë dhe dhënia e hakut vërtet që duhet t'i japim islamit, feja që Allah i nëshanu na ka nëru me te. Tash vllai Iliri foli goxha, unë do mënojmë të ndaljes në sa stacione që edhe ju nesër mund të neshin, ose mund të hasni, ose mund të keni kontakt me këto gjëra. Ka rëndësi që njeriu ta njohin veten e tij në radhë parë. Jeni të ri, jeni studenta, ose keni marrë studimet, ose në prag të marrë studimeve. Dhe është mirë që jo vetëm të mësoni çështjet fetare, por të keni edhe njohuri edhe rreth çështjeve tjera jetike. Një besimtar i mirë është i pajisur sikur është ai heroi që është i pajisur me të gjitha pajisjet që del në luftë, në duel, në bejlek. Të gjitha armë që i duhen. Dhe me të gjitha është njohja e historisë. Dhe nëse nuk njohim në historinë, ne do jemi në një vakuum, në një boshllëk, dhe ku do të hasim në jetë, do të ndihemi të surprizuar, befasuar me ato që do neshim ose do hasim në jetë. Unë ju kam thënë është disa herë tjera ose dikush ka marrë pjesë në këto biseda. Është vërtet që familja lëtë rol kyç në zhvillimin, në formimin e personit e njeriut. Dhe parë duke arë këtu, Ilirefenia më tha që kjo është djali i filanit, kjo është djali i filanit, kjo është djali i filanit. Ato djemë që unë direkt e indirekt i njoh, disa kanë qenë edhe në Egjipt në shkollë, pra i kam pasi studenta në Kairo. Dhe kjo është një, domethënie e madhe që këto djemë që janë të një gjenerata e dytë për pamjet davetit. Se që ta vllai Iliri që Shqipëria jetoi në vakuum në kohët komunizmit, ku na lu çdo gjë në 67-ën. Dhe unë kam një nolli të vitit 59. Vit 59 është vit shumë i largët.
Të thojë të 59 është goxha larg. Dhe atëherë ende feja nuk ishte ndaluar me ligj, por bëhesh përpjekje me forma të ndryshme që ta dënjëronin fenë, çdo fe, islamin, krishtianë, gjitha ato fe që kishim ne. Dhe nuk ishte ndaluar akoma aplikimi ose praktikimi i islamit, qoftë xhumaja, qoftë agjerimi, dhe ishte Ramazan, unë agjerushëm, ishte muaj maj, ka qenë maj, ditë e gjatë, ditë e nxehtë, dhe mësuesi me emrin musliman, ishte mësues se unë agjeroja, për 59-ën. Dhe solli i gotuesi që keni sjellë, ju kishit me keni sjellë për një zellek, për mirësinë, se keni sjellë ma prishtë në agjerimin. Ai bandilli donte që të ma prishtë agjerimin me forcë. Spranova, bëha që e bëllë dhe alhamdulillah do nga fitimtarën. Isha 10 vjeç. Sa do të them me këte formimi i njeriut, edukimi i njeriut nga familja fetare, edukimin me frymën islame, me mësimet islame, e burror njeriun. Më thotë dikush po fe tjera, flasë me vete tonë. Ti nëse jeton në një ambient fetar, të shëndosh, kur je fetar do të jetë shëndosh, do të jetë i pastër, do të jetë frymëzues, ti s'ke nga jaman, ti do bësh prodhim i asaj bafshe, i atij kopshti. Dhe dashje pa dashje, do marrish asortimentet, elementet që ai kopsht ofron, të gjitha ato vitamina që aty ka, të gjitha ato elementet, të gjitha ato që të forcojnë ose të formojnë ty. Dhe me këtë binje, nëse fëmijë 10 vjeç, prapë ajo binja ose dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashuria ndaj agjerimit, ndaj Kuranit, ndaj Ramazanit, të gjitha këto dorën pa atë formim, ndonë se i mor shkret njom, njeriu mund ta ketë. Pra në kjo nuk duhet nënvetësohet, nuk duhet thotë që kemi kohë që të bëhemi musliman ose besimtarë të mirë. Jemi të ri akoma. Kemi për kohë. Kjo nuk është e shëndoshtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi vajzat, se djemë nuk i rojnë. Umm Kulthumin, Zejnebin, Fatima Zahra dhe Ruqia. I edukoi dhe u banë ata që u banë. Pastaj, kur Hazreti Fatimi u martu me Hazreti Alin, Allahu i la Hasanin dhe Husein, radhiyallahu anhuma dhe Zejnebin, prapë ishin të niprit e pejgamberit sallallahu dhe mesa. U edukun në atë vatër, me atë frymë, dhe u banë ata që u banë, radhiyallahu anhum jamian. Pra kjo, ose Ebu Bekr Siddiq edukoi Sejdina Aisha radhiyallahu, Sejdina Esme, dy vajzat, dhe djemë pastaj. Pra edukata familjare, fetare, është baza kryesore. Pastaj njohja e vetës dhe historisë, kuptohet edhe prind lozi një rol kyç. Frymëzimin që baba më jepte, dhe mësimet e tia, ose e curia e tij si individ në atë kohë, njohësi gjunës osmaniste, njohësi shumë gjanave, t'jep edhe atë krenarin. Përsa edhe ju në hamërda vini nga familje, që prind tuaj, nëse nuk i njoh të gjithë, por janë njerëz të suksesit, janë njerëz shkollës, janë njerëz sejdës, janë njerëz leximit, janë njerëz që duan zhvillimin. Pra edhe kjo është një krenari vetvete, që ti mburësh ishte para me disa nga ju, dhe në momentet e sipër ai djaloshin për një shembull se si gjyshi i tij, nga ana e nanës, i jepte ca dhana për të kalumen që sot i quhet tuja. Por këta janë gjëra të mira, pse njeriu
i merr prej, janë gjitha burime që çojnë tek mirësia. Dhe formimi i njeriu, pra ju jeni moshë e re të gjithë. Në këtë moshë ne kemi qenë në rësin në Shqipëri, këtu këtë vend që jeni ju këtu. Dhe unë jam falë, ka qenë një xhami, Tirana ka pas shumë xhami, ka qenë një xhami ku fillon rruga e Dibrës ke Pallati i Kulturës. Është një borslek aty të përbaj një ndërtestar duket aty ata. Aty ka qenë një xhami, aty më falën 62-shin me babën Ahmet Pas. Ka si pra prini që ta ketë fëmijën gjithmonë afër. Ta marrim në xhami, ta marrim në këto tubime që mund bëhen. Dhe u falem ne, falem ylen. Po pak njerëz faleshin atëherë, se kishte ardhur koha që bombardoheshin fetë. Opium për popullin, prapa metje, fe arabe, gjitha këto. Dhe njerëzit filluan nëse çekanit bjen shumë i kokë, do pa dashje të mund ta unish kokën. Dhe nuk shef pastaj mirë. Dhe u falem ne dhe kujtoj kur dulëm nga xhamia, ishte carini atje, sot mashallah i tjetër i rini. Dhe ato u tallshin me ne, pse çoni këte, pse bani këte, sa ashtu ishin të orientuar ato nga ish regjimi komunist, që kur shihnin një se faleshin, të talleshin me to. Mirë, po kjo lente mresat të idhta të konë, të hidhura që thoni. Dhe pra një ecuri e tillë, bari që unë ta urreje sistemin, jo vetëm për shumë kush. Mirë, po ta urresh është një gjë, po të gjesh një rrugëzidhje për dalë nga ajo, është tjetër. Gjithmonë do të jetë besimi në Zot. Do të jetë i patunur. Edhe të menuarit tonë, ose bindja jonë ndaj Allahut duhet të jetë e pa diskutueshme. Allahu, kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Një surë shkurtë ka të gjitha. Pra besimi në Allah dhe për kishme të bavë thonë gjithmonë që mos u mërzit se do vi një ditë që punë do ndryshojnë. Pra e kishte bindjen, ndonë sa e dinte se s'doja arrinte, vetë mosha ati, por bindjen e kishte dhe e këte ndante me mu. Edhe ne sot që ju sot jeni pakic, për ta marrin në vërtet, si praktikant musliman, ju jeni pakic në Shqipëri. Jo të Shqipëri, dhe në Arabi. Pakic praktikante, që qeni ju, që duen, kanë dëshirë të mësojnë, të zjarohen, janë pak, një dorë vetme. Por nëse kjo dorë është e shnosht, që sot një fjala gjuhë arabe, el khairu fi qalil, mirësia është në cilësi. Nëse ne kemi cilësi, të njerëzit, të ju, të këtë, do zhvillohet kjo. Se njëri i mirë mund ndikojnë të gjithë lagjen, ose të gjithë klasën në fakultet, ose edhe ma gjërë. Dhe pra ky besim i patëm të Allahu xhaleshanu të merr përdore. Dhe unë jam i sigurt se ju e shihni këtë. Të jep një në korrajo, të jep një krenari. Edhe kur ecën rrugës, e din se ti ecën dhe ecën me hapin e besimit, me hapin e islamit, me hapin nga dëshmërisë për të qenë rob i devotshëm. Dhe nëse të bjen rasti me një dikuj, tilqaijen, automatikisht do shkosh ti në mosh. Pa ta njeri. Pse është brumimi, është brumosja e tillë. Dhe një gjë e tillë bën njeriu të jetë i fuqishëm dhe të jetë ai që nuk shtepet kur është nevoja, kuptohet gjithmonë me marifet, me urtësi, jo me kokëfortësi, se si bie të murit me kokë, kod komunisti nuk bëhet dot në demonstrata. Se të vriste për një kallim misër, por në mënyra tjera. Ne e majtëm fejnë në mënyrë sekrete. Agjerum, falem, lexojm Kur'an. Dhe erdhi koha që ai Shqipëria u më vend i padëshueshëm. Arratisja pastaj, unë kam pa këtë dorën e Allahut ku do në jetë. Gjumon e fundit hosh, kur e keni fal? Gjumon e fundit ka qenë në 67, në ditën, pa ditë që u deklaru Shqipëria,
vendi I parë ateist në botë. Për 8 mars, kur ishte dita e grusë shqiptare. 8 mars. Është 8 mars, me 7 mars është mësuesit. Për 8 mars ka që. Mars, ftoft, u falem 4 vetë kemi qenë ne. Imami, baba ka pas, unë në një gjamatistikës, nuk ishte nga ana jona ai. 4 vetë, mjaftueshëm për të falë xhuman. Xhumaja e fundit. Mirë po, u për xhami, për këtë, ajo njenja ime, jo pëse është po nga Allah, në shumë dhe nga prindrit. Arratisër në vete, për t'i besu dikujt në atë kohë ka qenë shumë e vështirë. Thonë në sigurimi në atë kohë, që ku janë 3 vetë, njëri është imi. Edhe kështu ishte. Edhe sot. Edhe sot e ke. Edhe sot e ke. Nuk është në atë formën e egrë që ka qenë dikur, ama instinkti është. I njëjtë instinkte. Edhe e ke sot prezent. Që që arratisja, që të arratisja, ku të shkojë? Pra, përsërish dora Allahu Gjereshanu, se kur nuk duhet të themi që ja dedikojme, ja, unë e bana këte, se ka shumë që thotë, unë e bana këte. Unë me një mova ati, unë me qova ati, ti kur gjatë s'keni, mua s'ke qua s'ku një. Allahu Gjereshanu, të ka një muti për që në tjelë. Dedikimi është të ka Allahu Gjereshanu, vetëm të ka Allahu Gjereshanu. Ati dedikohet, se gjatë. Subhanahu wa ta'ala. Dalja jashtë në botën një vësavishi shëve, e qeku dhe vlajnë jem këtu, burgu një vësavi, të burgosu. Po besimin Allah Gjereshanu t'jep ty forcë, t'jep ty korajo, t'jep ty atë që edhe armiku që ke përpara të ndihet se është diçka nërsh. Iku dhe jo, kam për refugjatës. Ku do t'jeni më djema ta nxjerrin pa vetët tuja? Në kamp atje ishte me rrezik 2000 vetë kemi qenë. Shqiptarë shumë pak se si, iknin do të shqiptarët. Romun, Hungarez, Polak, Çekoslovak, Çekoslovakia, Bullgaria. Dhe na ushqeshin, kuptohet, me natyrën e tyre ta përdorin mishderi. Mirë po të që të hanim nesër, po duhet të kërkosh të drejtën tëne. Mos të vëllaj, s'kam që bajon këtë që do jetë. Që që kërkova nga personi që ishte përgjegjës për kampin, furnizimin e kampit, që na jepi ushqim për vesh mishterit. Dhe atë kohë, kur bizdohe me temat pak i tani që dinja unë, që ma shumë nga të roje se spjegoje, por i thamë muslimantat, Muhammedan, Islam, Islamizm, këto gjëra që i bëni qëllimisht ato. Për këto fjalë terma. Por ajo një zojë e vërtet, dhe urdhë që ne të ushqeshim me ushqime që s'kishin banin me mishterit. Pra do të kërkosh namazin, do të falish, mos u drojt. Ku do falet? Jam një shembull këtu në është një vëlla që i Derefenia e njefate, ka qenë në Amerikë ca vite, ishte I ri fare, po kishte filluar praktikimin e Islamit. Dhe jeton në Michigan, Michigan është shtet ku kam qenë unë. Dhe punonte në një restorant. Vjen vakti, një nga vaktet e namazeve, dhe një dhomë vogël të falet. Mi pa jo, dera hapur dhe jo loma vogël, loma që këtu, ishte karshi ose përballë bajo toaletit. Dhe një plak për customerve, shef këtë unës në sejde, dhe ajo me I herë më një kohë ujë dhe ja helë të minus se I ka ra heart attack. Dhe I minus I thot, sir, get up. A I falë dhe zjatë I qikë duke të atëse, a I kohë ujë atë, ja helë këti. Që I do ta gjerësh pa vete, ta ku të që t'jesh. E dyta, do të mësojmë që të dim të dalim zot vetës. Fillova fakultet në SBA
dhe merrnim studimet e historisë të Europa mesetare. Profesori ishte jahudi me familje e njohur Shapiro dhe foli ai për Spanjën dhe flisë sikur musliman Andalusia, nuk e përmeni fare, por tha që savages do me thënë barbarë erdhen nga Afrika dhe e pushtun Spanjën dhe banë Spanjën dhe banë. Mirë po, studentat, unë ishe në atë kohë ishe 29 vjeç, të të studentat ishe si mosha ju, ishe të në të ri. Dhe Amerikanë kërës dishin që kërës sa Andalusia, kërës të ajo. Mirë po të që ishte është në dilemën, që qohem të flasë, se vjen nga Shqipëria unë, ishte ja njenja e mos të marrin inat, diskriminimi që ti më kritikove mund, që do të ngellë ty, suspicious, pa dyshimi. Dhe, ishte me vetëm, nëmi që këtë në kënë bani farë, ishte më shqyës pisër, urnodhët të fili, e dini se unë jam nga Evropa, se dialekti, edhe, më falë, thëmë po, ai shpjegimi që ju matë, nuk është të mamë ashtu. Thotë si, ata shtërinat të reja metër. Thështë nuk janë të savages, atë barbarë që kanë arë nga gjungët e Afrikës. Ato kanë qenë shumica atyre nga Arab, të arë nga Siria, Damasku, Kairo, aty ka qenë Tarek bin Ziyad, aty ka qenë ngeli ai, se të nuk e priste ai, se të nuk, mirë po, ai nuk më ngeli mo, nuk morin ai veprim kundër gja, por përse neset ne i dim këto. Prandaj, na njëherë gjinemi në një situatë kur dikush flet për Islamin, na duket, wow, sa mirë dhe në kjo. Ose për historinë islame. Një fakultet atje në West Virginia, studentët si puna juj, da musliman, më ftojnë më një ligjerat atje. Po me mu ishte edhe një Amerikan që kështë shkruar që artikuj që kështë të rejgjë me menjen e muslimanëve. Dhe, po unë do flisë për para, do flisë të mrapa. Dhe, mes tjerëve i thashë që ju si rini që jeni, ato ishin fakulteti mjekësisë. Thashë ju do bëni mjekë, dhe më kështë të thotë që ju nuk do të dini historinë, të dini se nga vim, kush ishtë parë tonë, qa rrugë ka lumë ne, qa bështesis ka lumë ne, qa suksesi kemi pas. Birën e ceku shkurtimisht hijretin që banë musliman në Etiopi, në Abisini, në udhëheqjen e Sejna Gjafer, ibn Abu Talib. Dhe i thëmë dhe shkun atje hijret, dhe shkun Mekës i qafirët e Mekës, me Amr bin Asin në kry, me dhurata, me hedije, për të mushmenin aty në njëzër pranë mretit Najashi, që t'i kthenin ata. Dhe mretit e pau dhe nuk i ktheu. Pashtë dhe të të dim kush jemi nga vinë. Dhe pas të i foli a i zotnia, tha, kjo tha ma mori, tha mua të temen time. Sa kishtë qëllim për të folë, pikrish për këtë temen, se sa të mirë kanë qenë krishtianët në i nëshë. Pa mërë parasysh se ne si e tek. Pra sërish për ta hedhë topin në fushën e ti për të bangonë. E ne këtë i s'kemi haber. Pra du të dim ne se ku qëndrojmë, se ku jemi, sillit tona, veprat tona, se ju jetonin në përnaqe. Edhe ju që keni ardhë nga në rrethet tjera. Njërës që shikojnë, komshit që shikojnë, se si shikojnë, si silleni, nëse jeni me qira në ato burhim një shkallëve, ose me ascensor, me gjitha këto. Pra ne duhet të paraqisim në tonë në formën më të mirë. Jo për hipokrizi, por për të realitetin që ne jemi. Ne i përfaqësuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që asnjë nga anëmiqt e përbetuar të Islamit nuk ka mujtë të gjejnë një behane, një fjallë e vjetër kjo, një defekt në personalitetin e ti. Dhe kur parandori i Bizantinit, i Bizantit, Herakliu,
pyeti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte Abu Sufjani, që endës ishte musliman, që u thirr nga pranori dhe për të pyetur për personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ta tregohet pak për atë njeri që ka ardhur atje si pejgamber. Dhe Abu Sufjani nuk gjeti asnjë fjalë negative për të thënë. Është besnik, është i dashur jon, është ai që na ndihmon, është ai gjithë sifatet, cilësitë e mrekullueshme. Por ka një gjë se ka ardhur me një fe, me diçka që do të na ndajë nga familja. Pra, ne jemi ato të cilët duhet ta nxjerrim pakte. Dhe kjo do të dalin pak në ne se ne pajisemi me mësimet e duhura dhe i praktikojmë atë, se ka dy lloj praktikimi në Islam. Iman ameli dhe iman haraki. Iman ameli është me vepra, me punë, jo me lëvizje, me pamje, edhe ato ndihmojnë, po kryesorja është të jetë ameli, të jetë me vepra, të jetë me punë. Dhe nëse nuk është i tillë, ky nuk do ketë rezultatin e duhur. Është e vërtetë që ne duhet të veshemi mirë të gjithatë, por edhe qetha e flokëve tonë duhet të jetë në atë stil që mos të jetë diçka që është jashtë asaj kornizë që duhet të jemi. Edhe veshja e jonë. Unë kam qenë Kairo 82 dhe ma vonë kam ne shumë vite. Dhe në 83 shkova në Amerikë për vizitë. Një mik i imi mbla ca t-shirts, si që keni më ca, që keni veshtë. Dhe isha koma të moshëresh, 30 sa vjeç, dhe gjasëm i qik muskë kishe, dhe ato bishin si qik mushë mu ato t-shirts. Edhe një plak shqiptar jetonte në Amerikë, por kishë marrë për vizitu djalin e Xhaxhajti, që smun Kairo, student dikun kodë zogut, ngella atje dhe ky vit çdo vit rrinte me të 2 muaj, 3 muaj. Dhe shkoheshim bashkë të një shqiptar tjetër, që pak shqiptar ishin, dhe rrinim qik dhe e çoje unë kur rrinte ky, që një vetur të vogël unë. Dhe atë na kishe veshur këte. Edhe duke nga makinësën, thot në muaj, thot, a mund të them diçka? Thot, po më gjazem, sa zemi kishe. Thash, për që? Tha, mashallah, tha, ke bëj një punë shumë mirë, kena në Amerikën, që harë për studiu këtu, shumë interesant, bukur shumë, tha, ishte njëri plaka, ishte nga Dabria. Thot ke, thot se ka bëj njëri, thot, nga ne. Kemi shku atje, me dollarin, imi kapë, dhe s'ka. Thot, ti ke harë, të kemë, thot, edhe, thot, po duhet thot një gjallë, dhe kjo thot, shumë e bukur, puna që po më ti. Por këtë punë të duhet ta, këtë pakët bukur, ta veshish edhe, bukur. Po më gjazën, e kishë qëllimin tek, si që vepra që këtë që të bëke bati studenti islamit e gjitha to, pa dhe veshët i përshtatët sajnë, qasje. Që bërë këta dite me që bunosh të vëtë shka në antitër për shemull. Që që kur se harroj këshillën e ti, vdicra me të pas, për vite më mrapa, por këto këshilla, nëse dikush që jebi këshill, ta dini se a i njeri ju donë ju. Se nuk, parë këshillat, nëse i merrni për të më shumëve, merrni ato këshilla. Nëse ka nevoj filtrim, filtroni, por nëse ato do i ndihmojnë. Tash si unë nuk kam marrë të jap ju mësimet e do të gjanë që s'keni gjuhë, jeni njerëz të nërse moshë e re, leximit besoj, që shëtini, keni dalë jashtë Shqipërisë, keni pa, keni dëgju, po shihni, por një gjë ta keni parasysh. Se kjo që bani ju, ky tubim, kjo mbledhje, ky bashkim, është ai që Allah Jërshanu e don. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë, Jedë Allah ma gjema, dora e Zotit e Allahut është me gjematin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëton që ne të jemi aleikum bi gjema, përmani ju gjematit, bashkimit. Komunistët të kishin këtë shprehje, bashkimi më të fillorë, proletarët gjithë vendeve bashkohuni. Kishin marrë për ajetit edhe.
inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Indeed, vërtet ky umet ju është një umet të bashkohet. Ata kishin marrë këtë, kishin kthy përhetar të gjithë vendeve bashkohet. Allah gjithashtu na ka bashkuar me shiko edhe këtu kur jemi në rrafshin e besimit, edhe mosha nuk ka vend. Shënëri me ju, unë për mu jeni të një moshe me mu, kuptohet më shta të ri, pra jemi bashkë, se Allah gjithashtu unë dhe thot, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم Allah gjithashtu ju ka lidhur ju بين قلوبكم në zemrat tuaja. فأصبحتم بنعمته إخوانا dhe me nimetin me mirësinë Allah që një bën vëllezër. فألف بين قلوبكم pra është ta'alluf, sikur lidhet një libër që flet dhe lidhet dhe bëhet një libër i veçantë. Fa'alaf bejne Allah gjithashtu nuk thot ju kemi bashkuar nëpërmjet biznesit, ose shoqërisë, ose ortakisë. Partnership që pa përdorni ju. Fa'alaf në zemrat tuaja. Pra Allah gjithashtu na ka bashkuar me esencën e jetës, që është zemra. Dhe pikërisht për këtë ne duhet ta ushqejmë këtë union që keni formuar ju. Ky union duhet të ushqehet. Dhe ushqimi i këtij unioni është shkushmëria e mirë e juaja. Bashkimi njëri me tjetrin. Ndihmesa që i bani njëri tjetrit. Dhe gjithë së bashku reflektimi i kësaj mirësie tek tjerë. Duke filluar nga classmate, ato si ke kolektat në shkollë, fakultet ku jeni atje. Ku merrni, ku bleni, ke dyqani, ku bleni, supermarket, ku bleni gjana atje. Në autobus kur hypni, nëse këtë shoni venin një rrugë më shumë, ose t'i ndihmoni dikuj, të gjitha këta janë ato të cilë pa hipokrizi, thjesht natyrshëm, se Allah gjithashtu don që çdo vepër ime të jetë e natyrshme. Ne dolem nga Ramazani. Dhe unë jam i sigurt se agjerimi i Ramazanit ka qenë eksperiencë mrekullueshme për gjithë ju dhe ne, kur që bëhet në natyrshme, ndjeni kënaqësi të madhe. Por nëse bëhet me sforcim, e humbet atë. Edhe shoqëria bëhet për hir të Allahut, Allah gjithashtu e lehtëson atë, e bën atë të këndshme, e bën të lezetshme, e bën atë që ti ndihesh i qetë, ndihesh si je i respektuar, je i nderuar, siç ndihen edhe të tjerë. Por Ramazanin vetveten e tij nuk është thjesht një muaj që kaluam ne, nuk hangëm, spim. Unë kam kaluar Ramazanin në Amerikë. Kam udhëtuar ndoshta ndonjëherë, jo për shpesh ditë në Ramazan, 2 fluturime. Për Amerikë, nuk është më shku në Rinas. Do me bëti që me të prej këtu Istanbul, për Istanbul Kairo. Pastaj merr makinë me qira, shko dikun tjetër prapë. Të gjithë kjo forcë, gjithë ky entuziazëm, vjen nga kur ne kemi besimin e patundur tek Allah gjithashtu. Pritja që bën njerëzit për shkak me ne. Aty takon shumë gjëra për shkak dhe gjatë ultimet janë të bukura. Takon ca gjëra të mrekullueshme. Aty është shef vetë ti duke pa këto njerëz që na njëherë nesh në ndonjë pozitë që është një çike vështirë. Kurse harroj një herë, për shumë vite janë këto, 20 sa vjet mund të jenë, dhe po udhtoja nga Pittsburgh, Pennsylvania, që do të keni shetitë e ditë italiane, dhe për në Michigan. Mirë po unë arrita atje po vonë se rruga ishte shumë borë, e arrita dhe më tha që avioni ka ikë. Ishte dhëtor ka qenë. Avioni ishte në orë 12, ishte tjeti në orë 12 natë, pa 12 orë do pritë unë atë. Aeroporti vogël, e agjerueshëm ishte, dilem ta haja, mos ta haja, agjerim se udhëtar tash mund ta kush me fjet ku të flinje, ku të pushoje. Më tha dhe më hini i farë, të në drejtë, në që ka kështu që shumë nëlli mu kjo punë, unë po bëj punë mira, se një shejtani këto rasta që ka. Për gjenti kur jeti gafil nuk je i përgatitur. Dhe tuk e ecë aty, ne selam dikush.
Selam aleikum Sheikh Burhan. Aleikum selam. Dhe një student nga Kuwaiti, studionte në nga fakultetet në shkolla aty. Thot, hajde ti, po hajde këtu. Thash, hajde inshallah, thash vallai po. En Bajamën e njofte për shit? Të shqinjojnë të si ftyrën, po se shkonja atje unë në i natë njepështë në babet. Thot, më së mërzit, thot, hajde inshallah. Inshallah hajde. Thot, filani, student tjetër nga Arabia Saudite, kishte udhëtu atje, që të bëjë Ramazanin atje, dhe kishte lanë apartamentin bosh. Thot, filani ka udhëtu dhe apartamenti është, po shkojmë atë dhe pushati, bëjmë iftar, falemi, bimet biu këtu tha prapë. Dhe doli shumë ma mirë se sa unë edhe, jo vetëm kaq, po kur hipa në avion, ishte avion i vogël. Dhe nuk i zente shantën ajo, një carry-on, ajo valigja vogël, që nuk e zinte, dhe isha të shudore. Edhe atje dorën unë, dhe prejku aty diçka të fort. Shaf kur del Kur'an. E kishte harru dikush Kur'an. Pra tjetë fjavolis, në është sa ishte, që ai Kur'an më thrinte ne, që do hidhej. Së din ato, arabisht, kush din ato, do pastroshin ato punëtorët. Mirësita Allah të janë panurët. Në herë në duken të vogla. Fara të vogla. Po kanë aq vlerë, kanë aq mirësi, sa që po ta analizosh që duhet, me gjithë me shef se çdo gjë në jetën tonë ka vlerë, ka domethënie. Dhe kur më nuk do të merren haphazardly, shkelë shko. Sa më se kjo. Jo. Gjitha këto janë pjesë që ne duhet të shikojmë krejt mirë.